Policia e shtetit ka hapur një tender për veshje këpucë, grata dhe të gjitha aksesorët që i duhen veshjes së një efektivi. Për blerjet është hapur një tender me fond limit 27.2 milion euro. Operatori i blerjeve të përqendruara ka shpallur tenderin me 11 prill dhe për të priten oferta deri më 19 maj të këtij viti. Sipas të dhënave që janë afishuar në faqen zyrtare të APP-s, tenderi është i ndarë në 2 lote. Loti i parë me vlerë 19.6 milion euro parashikon blerjen për uniforma, grata, stema dhe shenja për policinë e shtetit, ndërsa loti i dytë përfshin blerjen e shpërndarjes së këpucëve për policinë e shtetit. Sipas dokumenteve të tenderit, do të blihen 78.150 uniforma bazë për efektivët e policisë së shtetit, 4.545 kostume bazë, këmishje lek, pantallona, kapele të tjerë, si dhe 62.100 këmisha e pulovra. Për veshjet që u duhen efektivëve të policisë janë bërë edhe skica të veshjeve dhe po ashtu janë detajuar edhe materialet që duhen përdorur për të gjithë artikujt. Prodhimi duhet të organizohet në mënyrë të tillë që punonjësit e policisë të furnizohen sipas sezoneve të verës apo dimrit në mënyrë që të mbulohen nevojat në kohë. Lëvërimi i artikujve të uniformave verore duhet të kryhet jo më vonë se data 1 maj çdo viti dhe lëvërimi i uniformave dimrore duhet të kryhet jo më vonë se data 1 tetor çdo viti.